Ta kujtojnë se është kaq e thjeshtë për të zgjidhur bisedën apo ato numrat e telefonit që mund të zotrojnë dikush për të komunikuar me Trumpin që i jep ato mesazhet, nuk funksionon fare ashtu të paktën. Ata mori çik më thjesht. Ja thjesht. Trumpi është hetuar për një telefon që i ka bërë Zelenskit në 2019 për të deklaruar për një skandal të djalit të Bidenit dhe për të goditur Bidenin. Dhe i tha, nëse ti nuk e publikon, do të blokoj $400 milion investim. Dhe ka kaluar në fije të perit. Apo jo? E shpëtoi Senati. Po pra, e shpëtoi Senati, se normalisht ishte gati për impeachment. Po pra, iku ajo. Pjesa tjetër, këto janë skandale të cilët nëse e merr vesh familja Trump gjithë të loj, unë të garantoj që këta ka për t'i ekzekutuar. Ka për t'i larguar në mënyrën... Ja, ekzekutuar në kuptimin do i larguar. Shiko, a i ka për t'i larguar, sepse Trumpi është një person, Trumpi është një person i paparashikueshëm, dhe Trumpi hiq të sekretarit të shtetit një në 2 muaj e në 3 muaj. Mirë, se ju po jepni opinione, për publikun japim informacion, që nuk është opinion. Në vitin 2017, Carlos Trujillo u emërua nga ish presidenti atëhershëm, Donald Trump, për të shërbyer si përfaqësues i përhershëm i SBA-s në organizatën e kombeve, organizata e kombeve të bashkuara. Pra, se këtu kanë shkruar të Shtetet Amerikane, po. Do të thonë, ka statusin e ambasadorit. Po qenë ambasador. Është diplomat, po. Është diplomat, është avokat, është lobist. Ore, status ka mërtutja, ka një gjë status ka pas dhe presidenti. Po mi më dhe biznes, që merret me real estate dhe që ka një, le të themi, portofol ekonomik shumë fuqishëm që lidhet me interesat. Është themelues dhe drejtues i kompanisë Continental Strategy. Përveç kësaj. Ofron shërbime lobimi, ofron konsulta politike. Edhe unë me Anduena dhe Benida jo çdo studio ligjore në Amerikë ofron lobime. Një kompani më. Do të thotë janë shumë të veçantë. Jo çdo studio ligjore, është kompani me objekt social të përcaktuar vetëm ka dhe pjesën e lobimit. Pra me shfrytëzuar. Jo të gjitha kanë lobim të drejtën për ta bërë. Dakor. Në vitin, shikon. Në unë dua të di, dua mua kompania këtyre. Një sekond. Unë dua të di. Në 2020 mos ta i vjedhin opozitës paradore. O, po qa opozita? Janë të opozitës, apo janë të 2020 në turi? Kush i ka dhuruar? Na futi kjo Zoja Kovaljari, na futi atë të cilë. Ai personi nuk pranoi dali dhe ajo me pushime. Për një javë krijoi fondacione. Kjo shifra me lartë e një partije, kjo bë mu, kjo është një, të kanë hyrë në një, kjo të regoj që Partia Demokratike është kaq që dëshpërume. Për këndvështrimin të bën mu, për këndvështrimin e një tjeri është e mundshme. Me mu janë të dyja. E mundshme dhe mu. Po pse nuk prononcohet Partia Demokratike? Pse ka dhënë prononcuar more tha që do bëhet fondacioni. Në 2020, Partia Demokratike nga 1 janari deri në qershor ka paguar $60.000 për lobimin me Shtetet e Bashkuara. Pra, imagjino tani brenda 6 muajve, ai ka paguar $60.000 nga fondet e veta. Këtë trembin $60.000 o Petrej? Askënd.